Tretja e mirë është çelësi një organizmi të shëndetshëm. Ushqyerja me produkte të pasura me fibra, enzima natyrale dhe përbërës anti-inflamator mund të përmirësojnë ndjeshëm funksionin e sistemit tretës. Ne do t'ju përmendim 10 fruta dhe perime që rekomandohen për një tretje më të lehtë dhe të shëndetshme. Bananet, e pasur me fibra të tretshme, banania ndihmon në rregullimin e lëvizjeve të zorrve dhe qetëson traktin tretës, veçanërisht në rastet e diareve apo aciditetit. Kosi natyral, me fruta, sidomos me moll apo me dardhë. Kosi përmban probiotik natyral që nxisin rritjen e bakterieve të mira në zorr. Kur kombinohet me fruta si moll apo dardha, efekti i tretës shtohet edhe më shumë. Papaja përmban enzimën papain, e cila ndihmon në ndarjen e proteinave dhe lehtëson tretjen. Është gjithashtu një frut anti-inflamator shumë efektiv. I pasur me bromelain, një enzim natyrale që ndihmon në shpërberjen e proteinave. Ananasi është një frut ideal për pastrimin e sistemit tretës. Me përmbajtje të lartë fibrash dhe yndyrnash të shëndetshme, avokado ndihmon në rregullimin e tretjes dhe parandalon kapslakun. Mollët janë të pasura me pektin, një lloj fibre që përmirëson funksionin e zorrve dhe nxit lëvizshmërinë e tyre. Panxari ndihmon në pastrimin e mëlçisë dhe simulton prodhimin e lëngjeve biliare, që janë thelbësore për tretjen e yndyrnave. I përdorur prej mijëra vitesh në mjekësinë tradicionale, xhinxheri ndihmon në lehtësimin e fryrjes, ndalon të përzierat dhe përmirëson lëvizjen e ushqimit nëpër traktin tretës. Të pasura me fibra dhe antioksidant, karrotat ndihmojnë në rregullimin e lëvizjes së zorrve dhe përmirësojnë florën bakteriale të tyre. Lakra e fermentuar, si lakra turshi, përmban probiotik natyral që mbështesin mikrobiomën e zorrve dhe përmirësojnë ndjeshëm tretjen e tyre. Për një tretje të shëndetshme, kombinoni këto fruta dhe perime me konsum të mjaftueshëm uji dhe një stil jetese aktive. Evitoni ushqimet e përpunuara dhe yndyrnat e tepërta që ngadalësojnë sistemin tretës.